Kemi aktivitet të grabitjeve dhe videove të ndryshme, kjo për faktin që kemi disbalans në mes mekanizmave përkas të cilët do duhet që të veproni në mënyrë permanente, në mënyrë konstante dhe rigoroze sa përket barvajtjes dhe rikthimit të sigurisë të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Pra, gjykatat me dënime relativisht të buta, prokuroria me një mbingarkesë, me lëndë të ndryshme duke mos përmbushur atë figurën kriminale e cila më pas do kishte më dhënë rezultatin e duhur dhe njëkohësisht mos organizimi i duhur i strukturave të sigurisë pa policisë Kosovës sa i përket vendeve apo hapësirave ku potencialisht në bazë të rishikimit analitik të dhënave të krimit që është zhvilluar në rajonet e përkatëse nuk ka bën ndonjë ristrukturim substancial për të arritur që të përçohet mesazhi i duhur që policia e Kosovës është aty për të ofruar sigurinë për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës. Por një nga elementet të rëndësishme që bën që kemi një rritje kaq të madhe të aktivitetit kriminal në Republikën e Kosovës është çështja e devalvimeve politike, të cilët më pastaj e hupin përqendrimin e aspektit të investimeve në sektorin ekonomik dhe ky si rezultat e rrit potencialin e aktivitetit kriminal, por njëkohësisht e rrit mundësinë për ritheksoj mundësinë e veprimeve të krimit të organizuar në Republikën e Kosovës. Ne do duhet që ta kemi një hartë të krimit, pra edhe përmes sistemit early warning, paralajmërim të hershëm, të arrihet minimizohet dhe kontrollohet aktivitetet e përkatëse kriminale duke krijuar mekanizmat preventiv. Po ndryshe, trendi i aktivitetit të rritjes të aktivitetit kriminal do të jetë në rritje gjatë kësaj periudhe që ne po bisedojmë.